Një shëtitje thjesht në pyll, një kërpudh me pamje egzotike dhe një dëshire pafajshme për t'ia treguar familjes. Danieli nuk e dinte se ky veprim do të bënte që e gjithë rruga e tij të rrethohej nga policia dhe forcat speciale brenda 24 orëve. Kur natyra takon mutacionin e rrezikshëm, kufiri mes kuriozitetit dhe katastrofës biologjike zhduket. Çfarë kishte vërtet në atë kosh, dhe pse po i mbushej lëkura me njolla të kuqe që digjnin si zjarr? Ndiqni historinë tronditse të familjes Roberts. Danieli ishte në një tjetër nga shëtitjet e tij në pyll, kur papritur një bim goditse dhe e bukur i zuri syrin. Ngjante si kërpudh, por ai nuk kishte parë kurrë asgjë të tillë më parë. Vendosi ta merrte me vete në shtëpi ku do ta shikonte më mirë. Megjithatë, ai nuk e kishte idenë se ky veprim në dukje i vogël dhe i thjesht do të çonte në izolimin e të gjithë rrugës së tij të nesërmen. Dhe kjo nuk do të ishte as gjëja më e keqe që do t'i ndodhte. Dielli i vjeshtës shkëlqente lart ndërsa Danieli po ecte nëpër pyll, duke mbledhur bim të ndryshme që donte t'i sillte në shtëpi. Mezi priste t'i tregonte gruas së tij, Kristit, kërpudhën e jashtëzakonshme që sapo kishte gjetur. Dukej shumë e huaj, por kjo ishte saktësisht arsyeja pse i kishte rënë në sy. Në pyll, ai kishte gjetur edhe disa bim dhe fruta të tjera të ngrënshme, si luleshtridhe të egra dhe manafera që mund t'i përdornin në kuzhinë. Por ai nuk e kishte idenë nëse kjo kërpudh ishte fare e ngrënshme. Ai u kthye në shtëpi me një shport të mbushur plot, e emocionuar për të mësuar më shumë rreth saj dhe i pavetëdijshëm për kaosin që do të pasonte. Kur erdhi në shtëpi, Kristi ishte e zënë në kopshtin e tyre të perimeve. "Hej, Kris, duhet të shohësh se çfarë gjeta sot. Shikoje këtë," tha Danieli ndërsa vendosi shportën në tokë pranë saj dhe hapi për të nxjerrë kërpudhën. Kur ajo më në fund e pa, u habit. "Wow, është e bukur," thiri ajo. "E di apo jo, thjesht nuk mund ta lija atje. E vetmja gjë është se nuk e kam idenë se çfarë lloj kërpudhe është kjo. As nuk e di nëse është e sigurt për t'u ngrënë. A ke ndonjë ide?" e pyeti ai. Megjithatë, Kristi tundi kokën dhe i tha se edhe ajo nuk kishte parë kurrë asgjë të tillë më parë. "Babi, çfarë është ajo gjë?" pyeti vajza e tij, Maja. Sytë e saj ishin hapur plot kuriozitet ndërsa inspektonte nga afër kërpudhën para saj. "A mund ta ham?" Danieli i tha. "Jo zemër, jo akoma, jo derisa të zbulojmë nëse është e sigurt për ta ngrënë." Ata ishin në një mision dhe ishin të vendosur të zbulonin më shumë rreth kësaj kërpudhe të veçantë. Provuan ta kërkonin në internet, por thjesht nuk munden të gjenin asnjë informacion për këtë kërpudhë specifike. Po bëhej vonë dhe ishte koha për të fjetur, kështu që vendosën që t'i bënin një foto dhe ta postonin në një forum online. Shpresonin se dikush atje do të ishte në gjendje t'ua tregonte më shumë. Megjithatë, kur u zgjuan të nesërmen në mëngjes, dëgjuan shumë zhurmë në rrugën jashtë. E kishin dritaren hapur dhe dëgjonin shumë njerëz duke folur me zë të lartë, pothuajse duke bërtitur. Kristi u ngrit nga krevati dhe eci drejt dritares për të hedhur një lëmshk dhe u habit kur pa se e gjithë rruga ishte e bllokuar. Ishte një kaos i plot atje jashtë dhe ajo njofte disa nga fqinjet e tyre, duke folur me oficeret e policisë. "Oficer policie? Pse janë këtu? Çfarë po ndodh?" thiri ajo. "Daniel, ngrihu këtu, duhet të shohësh se çfarë po ndodh," e mbështiti ajo. Ai ishte ende shumë i përgjumur, por sapo pa se çfarë po ndodhte atje jashtë, u trondit dhe u zgjua plotësisht. "Oh, wow, kjo nuk mund të jetë mirë," tha ai kur pa rrugën e mbykur. Duke qenë personi kurioz që ishte, ai u vesh dhe eci shpejt ndoshtë shkallëve dhe doli nga dera e parë me dashur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Asgjë interesante nuk ndodhte kurrë në lagjën e tyre, kështu që ai ishte pothuajse e emocionuar për të dëgjuar thashëmiet e fundit. Megjithatë, gjithçka ndryshoi sapo hapi derën. "Hej, atje, është ai," bërtiti dikush duke drejtuar gishtin nga Danieli. Një oficer policie ju afrua dhe e pyeti nëse ishte Daniel Roberts, të cilit ai u përgjigj, "Po, unë jam." Para se të kuptonte se çfarë po ndodhte, oficeri i kishte vënë prangat. "Do të duhet të vish me mua." "Çfarë? Po bëni një gabim," tha Danieli, pothuajse duke qeshur. Ishte e qartë se çfarëdo që po kërkonin, ai nuk ishte i përfshirë në atë, ose të paktën siç mendonte ai. Në realitet, ai ishte saktësisht personi që po kërkonin. Para se të vazhdojnë me pjesën ku Danieli e ndinohet në qelinë e izolimit, na thoni në komente,
A keni gjetur ndonjëherë diçka të çuditshme në natyrë që ju ka trembuar? Mos harroni të bëni like kësaj videoje dhe subscribe për të mos humbur asnjë histori tjetër tronditse. Nuk ka gabime këtu, I tha oficeri, dhe atëherë filloi të bëhej e qartë për Danielin se ishte në telashe. Oficeri e çoi Danielin në një makinë policie dhe I tha: "Prit këtu, do të dërgojmë në stacion pas pak minutash." Danieli ishte I tronditur. Pse duhej ata në stacionin e policisë? Ndërsa makina largohej, Danieli shihte gruan dhe vajzën e tij që zvogloheshin në distancë. Ti shihte ato që ndruan atje, të friksuara dhe të konfuzuara, e lëndonte më shumë se sa fakti që po e merrnin atë. Në stacionin e policisë, Danieli u shoqërua në një dhomë marrjeje në pyetje. Oficerët I thanë të priste dhe më pas u larguan, duke kyçur derën pas tyre. Pak minuta më vonë, një grua me kostum hyri në dhomë, e ndjekur nga oficeri që e kishte arrestuar. Ajo u prezantua si detektive Jacobs dhe tha se duhet të bënte disa pyetja. Danieli ra dakord menjëherë. Ai shpjegoi se ishte I gatshëm të ndihmonte në çdo mënyrë për të provuar pafajësinë e tij. Detektivja e studioi me kujdes. Danieli pyeti se çfarë donin të dinin, I paduruar për të sqaruar gjithçka dhe për t'u kthyer në shtëpi. Së fundmi, ajo e pyeti se ku kishte qenë një ditë më parë. Danieli u përgjigj me ndershmëri. Ai I tha se e kishte kaluar gjithë ditën në pyll. Ajo që ai nuk e kuptoi ishte se kjo ishte saktësisht përgjigja që detektivja kishte pritur përpara se të vazhdonte marrjen në pyetje. Dera u hap dhe një burr I veshur me një përparse të bardhë laboratori hyri brenda dhe I kërkoi detektives një moment. Ajo doli nga dhoma për pak kohë dhe u kthye me një shprehje serioze. Duke u kthyer nga oficeri Williams, ajo e udhëzoi atë ta vendoste Danielin në një qelim mbajtjeje, ndërsa ajo merrej me diçka urgjente. Danieli ishte I shtangur. Koha kalonte ngadalë, heshtja brenda qelisë ishte e rëndë, e thyer vetëm nga hapat e largët dhe tingujt e tobët që bënin jehon në korridor. Përfundimisht, drita jashtë u zbe dhe errësira mbushi dritaren e vogël të qelisë. Pastaj, ndërsa u shfaq drita e parë e mëngjesit, hapat u mafruan te qelia e tij. Çelsat kërcitën në kyç para se një oficer të hynte brenda. "Zoti Roberts", tha oficeri, me zërin që I bënte jehon në korridor. "Ka pasur zhvillime, duhet të flasim." Oficeri shpjegoi se familja e Danielit ishte vendosur në karantinë për shkak të një ekspozimi të mundshëm ndaj diçkaje të rrezikshme. Zemra e Danielit filloi të rrinte fort, ndërsa përpiqej të kuptonte se çfarë do të thoshte kjo. Paniku e pushtoi. Ai u lut të fliste me gruan dhe vajzën e tij, I dëshpëruar të dinte nëse ishin të sigurta. Oficeri tregoi një moment të shkurtër simpatie, por shpjegoi se po ndiqte vetëm urdhrat dhe se Danieli do të merrte më shumë informacion së shpejti. Procesi ishte I shpejtë. 2 oficerë shoqëruan Danielin nëpër një seri korridoresh sterile. Ata ndaluan para një dere të vulosur me etiketën karantinë. Brenda, pasiguria rëndonte shumë mbi të. Dhoma përmbante një krevat, një tavolinë të vogël dhe disa instrumente mjekësone. Një dritare e madhe dominonte një mur, dhe Danieli nuk mund ta hiqte ndjenjën se dikush po e vështronte nga ana tjetër. Pyetjet grumbulluan në mendjen e tij. Pse familja e tij ishte në karantinë? Ndaj çfarë ishin ekspozuar? Me rëndësishmja, a ishin Kristi dhe Maja të sigurta? Dera u hap përsëri me një fshëllim të butë, dhe detektive Jacobs hyri brenda. Shprehja e saj ishte serioze, ndërsa e shikonte direkt Danielin. "Zoti Roberts", tha ajo me vendosmëri, "duhet të diskutojmë për kërpudhën që gjetët." Zemra e Danielit ra fort. Jacobs vendosi një qese të mbyllur në tavolinë. Brenda ishte kërpudha e çuditshme që Danieli kishte zbuluar në pyll. "Kjo nuk është një kërpudhë e zakonshme. Është jashtëzakonisht e rrallë dhe vetitë e saj janë dëshqetësuese. Nuk është anëtare e këtij rajoni dhe shfaqja e saj këtu ka ngritur pyetje serioze." Danieli u vrenjus, duke përpjekur ta kuptonte. Ai thjesht I mendonte se kërpudha ishte e pazakonshme. Detektive Jacobs u afrua më shumë. "Kjo situatë nuk ka të bëjë vetëm me një kërpudhë, ka të bëjë me ekuilibrin mjedisor, rreziqet potencial biologjik dhe sigurinë e komunitetit. Zbulimi juaj mund të jetë I lidhur me diçka më të madhe." Danieli u përpoq të përpinte fjalët e saj, por papritur, një kruarje e pakëndshme në dorën e tij e tërhoqi vëmendjen. Kur u los dishom, zemra e tij ndaloi. Njolla të kuqe ishin shfaqur nëpër lëkurën e tij. Ato nuk ishin qenë aty më parë. Alarmuar, ai ekzaminoi të 2 duart më me kujdes. Shenjat formonin një patern të shqetësueshëm, duke u përhapur nëpër lëkurën e tij. Detektive Jacobs e vuri re reagimin e tij menjëherë. Zëri I saj u bë urgjent, ndërsa shpjegonte se Kristi dhe Maja kishin treguar simptoma të ngjashme. Ato ishin vendosur në karantinë si mas paraprake.
Kaluan orë brenda dhomës së karantinës, duke u kthyer ngadalë në ditë. Njollat e kuqe në dorën e Danielit filluan të përhapeshin më tej në krahët e tij, të shoqëruar nga një ndjesi djegjeje e pakëndshme. Shina e çuditshme në duart e tij filloi të rrinte nga djegja. Nuk më shumë pas kësaj, tingulli i njohur i hapave u afrua. Dera u hap ngadalë dhe detektive Jacobs hyri brenda. Këtë herë, megjithatë, kishte një nuancë të optimizmit në shprehjen e saj. "Zoti Roberts", tha ajo me qetësi, "mund të kemi disa lajme të mira." Danieli dëgjoi me kujdes, i dëshpëruar për lehtësim. Nga xhepi i saj, detektivja nxorri një vatus të mbyllur me një substancë kremoze. Ajo shpjegoi se ishte një pomadë eksperimentale e zhvilluar për të trajtuar gjendjen e tij, dhe udhëzoi atë të aplikonte në shinën e duarve. Danieli nuk hezitoi. Ai e njomoi pomadën nëpër lëkurën e tij, shpresonte për lehtësimin më të vogël. Pavarësisht me një hershmërisë, një ndjesi freskie u përhap në duart e tij. Djegja që e kishte munduar për orë, filloi të zbehte ngadalë. Gjatë ditëve në vijim, njollat e kuqe u zhdukën gradualisht. Me përmirësimin e gjendjes së tij, detektive Jacobs rinisi hetimin. Ajo vendosi një printim të një screenshoti mbi tavolinë para tij. Danieli e njohi menjëherë. Ishte fotoja që Danieli kishte postuar online për kërpudhën që zbuloi në pyll. Ai postim, tha ajo, është ai që filloi të gjithçka. Pasi imazhi u shfaq online, autoritetet kuptuan se kërpudha ishte jashtëzakonisht e rrallë dhe shumë helmuese. Në fillim, hetuesit besonin se Danieli mund ta kishte marrë në mënyrë të paligjshme. Pas disa ditësh hetimi, autoritetet në fund konfirmuan historinë e tij. Kamerat e vështrimit të vendosura në përpyll treguan Danielin duke zbuluar kërpudhën rastësisht. Mëngjezin tjetër, një oficer hyri në qelinë e Danielit mbajtur një pirk dokumentesh. Ishin letrat e lirimit të tij. Një ndjenjë lehtësimi e pushtoi atë, duke kuptuar se maknjera në fund po mbaronte. Kur Danieli doli jashtë, drita e diellit e përshëndeti për herë të parë pas shumë ditësh. Duke pritur aty pranë, ishin Kristi dhe Maja. Në momentin që e shihnin, vrapuan drejt tij dhe e mbështollën në një përqafim të ngushtë. Ngrohtësia e përqafimit të tyre fsheu izolimin e ftohtë që e duroi. Lotët mbushën sytë e tyre, por këtë herë ishin lotë të lehtësimit. Më vonë, kthehen në shtëpi. Kristi shahu se çfarë shkencëtarët kishin zbuluar. Kërpudha që Danieli fet ishte një variant i mutuar. Edhe pse e ndishte helmuese, ajo ishte shumë më pak e rrezikshme se specia origjinale. Danieli pshërëtiti me lehtësim, mirënjohës gruan se situata nuk kishte qenë më e keqe. Atë mbrëmje, familja u ul së bashku, duke reflektuar për të gjithë ato që kishin përjetuar. Maja vërejti në heshtje se natyra shpesh jep mësime të rëndësishme. A mendoni se Danieli bëri gabim që e postoi foton online, apo kjo ishte ajo që në fund i shpëtoi jetën familjes së tij? Na thoni mendimin tuaj në komente. Nëse ju pëlqeu kjo histori, ju lutem bëni subscribe dhe shtypni like për të na mbështetur në publikimin e tregimeve të tjera çdo vek. Faleminderit që na ndoqën.